Kur të bora bie flok flok dhe të gjithë jemi të gëzuar, është koha të festojmë festën time të preferuar. E dini për çfarë e kam fjalën? Ditën e presidentit. Është dita e presidentit, është koha për të reflektuar mbi këtë njerit mrekullueshëm që ne zgjedhim. Abraham Lincolnin dhe George Washingtoni, Thomas Jeffersoni dhe Alec Baldwin, Stoni për Oscar de la Hoya. Ai luftoi me britanikët që mos na bezdisnin, ngrini flamurin, yjet edhe vijat. Presidenti i 41, Wesley Snipes. Charles Nelson Riley e fitoi luftën me ndihmën e zvans presidentit Thor. Ishin në telashe në betejën e Manilës, po për fatin ton kishin president Godzilla. Faleminderit president Godzilla. Vendim të përule ty, toka e ëmbël e Zotit të dhe zonjës të. Ata bën kaq shumë për ne, si presidenti Spartak, i cili preu një pyll të tërë, që ne të kishim letër higjienike. O zoti madh, sa e butë që është kjo. Dhe tani, le të përshëndesim një nga presidentët tanë më të mëdhenj, presidentin Johnson. O jo atë, më fal. Jo, më fal. Ja këtë, ja ku është. Pra festoni për udhëhecit anguzimtar, si Harrison Ford dhe Derek Jeter. Dhe le të mos harrojmë presidenti Pacino, i cili luftoi bashkë me Robert De Niro. Festoni të gjithë, po kërcej për të parën presidente Scarlett Johansson. Është dita e presidentit, O zoti madh, tingëllova isha si presidente Christina Aguilera, dhe kjo është një çmenduri.